Edhe krahas refuzimit për takim liderash nga kreu i LSDM Zvenko Filipçe, kryeministri Kristian Mickoski megjithatë thotë se do t'ju bëjë ftesa zyrtare kryetarëve të partive për takim liderash. Kryeministri madje ka caktuar edhe ditën, vendin dhe kohën e mbajtjes së takimit, duke njoftuar se është menduar të mbahet më 14 janar në orën 12 në klubin e deputetëve. Për refuzimin e takimit nga Filipçe, Mickoski tha se për fat të keq kemi opozitë të papërgjegjshme, jo konstruktive dhe opozit pa ide. Thotë se ka dashur që përmes kësaj ftese për takim të tregojnë pjekuri politike, sepse në të kundërtën ligjin për qeveri mund ta votojë shumica, sepse i kanë votat e nevojshme dhe nuk ju duhet opozita. Nëse ne do donim të silleshim të papjekur, ne me 61 vota në kuvend mund ta ndryshojmë ligjin për qeveri dhe ta heqim qeverinë teknike. Nuk do të na ishte nevojshëm mendimi i opozitës, por ne duam që procesi të jetë inkluziv edhe krahas asaj që kemi 90% të komunave, pothuajse 2/3 në kuvend. Filipçe në mënyrë eksprese hodhi poshtë mundësinë e pjesëmarrjes së tij në takimin e liderëve, të paralajmëruar nga Mickoski. Sipas tij, ftesa për takim është vetëm një përpjekje për të krijuar alibi për zgjedhje të parakohshme, të cilat, siç thotë, janë pjesë e një skenari më të madh që lidhet me migrantët dhe borxhin financiar. Qeveria teknike duhet të mbetet, sepse qeveria ka uzurpuar gjithçka, ka futur kthetrat e saj në gjyqësor, ka marrë kontrollin e plotë të prokurorisë, ka sjellë ndryshime në kodin penal në kundërshtim me rekomandimet e Bashkimit Evropian, po e bën këtë për të mbrojtur krimet e qeverisë. Ndërkaq mësohet se BDI është duke menduar që ta mbështesë heqjen e qeverisë teknike, por me kushtëzime. Burime pranë kësaj përtie kanë thënë se BDI mund ta mbështesë të hiqet mekanizmi një qenditor para zgjedhjeve, nëse dakordohet mekanizmi ligjor i miratuar në Kongresin e BDI-s, që qeveritë e ardhshme të votohen me shumicë të dyfisht. Vlen ka thënë se është gjithmonë e hapur për çdo takim që ka për qëllim funksionimin e institucioneve dhe gjetjen e zgjidhjeve në interes të qytetarëve. Sipas kryeministrit, në takimin e liderëve krahas ligjit për qeveri, temat të diskutimit do të jenë edhe ligjet që janë pjesë e agjendës reformuese, në mesin e të cilave kodi zgjedhor, ligji për prokurorinë publike, ligji për këshillin gjyqësor, por edhe çështja e avokatit të popullit.